Në Shqipëri duket se të gjitha ankohen, kjo edhe kur vjen puna për te arti dhe për te letërsia. Shpeshherë shkrimtarët ankohen se mungon kritika letrare, ndërsa kritikët e letërsisë ankohen se mungon prodhimi i vërtet letrar. Ditën e sotme do doja të flisja shkurtimisht për një tregimtar të mrekullueshëm, i cili është Ramiz Gjini. Pasi mungesën në tregun e letërsisë shqipe, Gjini vjen me përmbledhjen e tij të rebe tregime, Katundi mes maleve, të cilin e paraqiti në panairin e fundit të librit në Tiranë. Libri hapet me rrëthimin Trokitjet dhe mbyllet me Shajni, duke krijuar një hark ku jeta dhe tejbota, kujtesa dhe harresa, dashuria dhe mungesa ndërthuren në mënyrë të natyrshme. Në rrëfimin titullar, Katundi mes malesh, ironia e autorit shpaloset përmes figurës së zyrtarit Stefan K., i cili ka një katund në letra, por që nuk ekziston më në realitet. Mulliri shndërrohet në metaforë pushteti dhe kujtese. Aty ku bluhet gruri, bluhen edhe mendimet, dhe aty ku njeriu heq dorë, natyra merr gjithçka në dorë. Përmbledhja me tregime e Katundi mes maleve vjen si një mozaik i të rëndësishëm në krijimtarinë letrare të shkrimtarit Ramiz Gjini, dhe sigurisht ato përputhen dhe shërbejnë për të plotësuar të gjithë karakterin dhe të gjithë peizazhin e tij letraro-artistik. Kështu që për këtë fundjavë, sugjerimi im për të gjithë lexuesit e gazetës Tema është Ramiz Gjini me Katundin mes maleve, tregime nga shtëpia botuese M dhe B.